Përshëndetje miqtë e mi. Njerëzit që i mbjetojnë luftës përballen me ndjenja të forta faji. Pasojat e luftës mund të raditen nga humbja e interesit tek ndjenjat e theksuara të mospaturit më vlerë. Personazhi i historisë sonë të sotme kishte një ndjenjë të tillë faji, megjithëse ishte përpjekur shumë të shpëtonte ushtarët në betejë. Ai madje kishte marrë dhe medaljen e arit për guximin e tij. Sidoqoftë, dikush tjetër e mori këtë faj në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Po ndihni të lirë nga prangat të radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 372, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Afro, unë sjellni pajisën. Duhet të jepni plagës. Duhet të qepni plagën. Shpejt. Po e humbasin të plagosurin. Thrisni doktorin me njëherë. Deo, tot, më ndihmoni të shkoj pranë ti. Deo, shkojmë. Mos ki frikë, po shije ëndër. Deo, a më dëgjon? Mos ka vdekur. Nuk e di për kë po flet. Ku shkoj? Zotria që ishte këtu. E ke fjalën për kapelanin? Mos u shqetëso se do të kthehet sërish. Tani ndodhet në një pavion tjetër. Sa kohë kam këtu? Thuaj se një javë. Shumë shpejt do të transferohesh në një nga spitalet e Shteteve të Bashkuara. Në programin ton të erës së shkuar, dëgjuam se si personazhi historison, një mjek i beretave jeshile, shërbeu në grupin e 5 të forcave speciale në Vietnam. Kur kampi i tyre i vogël u pushtua nga trupat ushtarake të Vietnamit Verior, ai u plagos 3 herë. Megjithatë, vazhdoi të ndihmonte të plagosurit deri në momentin kur një helikopter e mori dhe e shpëtoi. Ky është përfundimi i dëshmisë së vërtetë të Gary Bikers, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Transferuan në një spital ushtarak pranë Filadelfias, ku kalova 10 muaj, edhe bëra shumë ndërhyrje kirurgjikale. Jo shumë kohë pasi mbërrita atje, një vizitore erdhi të më takonte. Ishte dikush që kisha 20 vjet pa e parë, por menjëherë e njoha që ishte i mat. Përshëndetje Bir. Përshëndetje baba. Jam shumë i gëzuar që po të shoh. Dëgjova se ishe plagosur. Në fillim thanë që kishe vdekur. Jo. Jam akoma gjallë. Më bëhet zemra mal për këtë birim. Faleminderit. Më shpëtoi piloti i helikopterit që më mori. Dëgjova që betejë kishte qenë shumë e ashpër. Është e vërtetë. Ishin 3 regjimente. 10.000 trupa kundër fshatit ton të vogël me 2.300 veta. Ata vazhdonin të shtoheshin. Sidoqoftë, tani do të bëhesh mirë. Por nuk mund të eci. Mjekët thonë që është e përkohshme. Unë po përpiqesha të mbroja një jarë që ishte lënduar kur një raket më kaloi pranë dhe më preku shtullën kurrizore. Një jarë të the? Një montanjard. Kështu quheshin njerëzit e atij fshati. Nuk e përdorin fjalën jard për të mos treguar mungesë respekti ndaj tyre. Përkundërzi, ne i duam ata edhe ata na duan ne. Deo vdiq duke u përpjekur që të më mbronte. Mirë, Bir, mirë. Nuk dua të lodhë më tepër. Më thanë që sapo je operuar. Ndaj bëj mirë të largohem. Thjesht dua që ta dish se të dua, Bir. Jam krenar për ty, Gary. Ti je dhurata më e bukur që kam në jetën time. Faleminderit që erdhe, babi. Asnjëherë nuk më kishte shkuar ndërmend se do të shija sërish. Po pa dhe nevojë për ndonjë gjë, eja në Florida. Mirë? Unë ndjeva krenar për timat. Ishte njëri i Zotit dhe u mahnita nga prania e tij. Nëpërmjet terapisë fizike dhe kohës unë fillova të shërohesha dhe të ecja sërish. Në fund më dhan leje për të dalë 2 javë nga spitali. Kështu udhtova me një shok që kisha njohur në Vietnam. Kemi kohë mjaftueshëm. Si thua si ku të shkojmë në Montreal dhe të festojmë fitoren e mbijetesës tonë? Shkojmë, se mos shkojmë. Ndihesh mirë kur del nga spitali, apo jo? Ashtu është. Mendon shumë për të? Për kë? Për Vietnamin. Përpiqem të mos e bëj. Unë jam gati të kthehem atje në çdo kohë. Ishte bukur të jetoja në male me njerëzit e fshatit. Bukur ishte, përveç luftës. Po, përveç luftës. Jeta ishte kaq e thjeshtë
Pa televizor, pa makina, pa stres. Përveç luftës. Nuk mendoj se dikush do të mund na kuptonte. Ka qenë të mërshme. Njëherë takova disa shokë dhe ata silleshin si të marr. Janë shok, por nuk mund të mbështetem tek ata. Asu. Shoku im i ngushtë më tha se dukem pak i çuditshëm. Edhe mbase jam. Në fakt edhe mua më dukesh pak e çuditshëm. A she ndonjëherë maktë ti? Gjatë gjithë kohës. Por ka marrë diçka që do të na ndihmojë ta largojmë pak mendjen. Ai më dha një lloj droge dhe unë fillova të eksperimentoja me të për të mposhtur dhimbjen e kujtimeve të tmerrshme. Gjithashtu fillova të kërkoja Perëndin, praninë që ndjeja në spital kur lutesha. Perëndi, nëse ti je i vërtet, atëherë më trego sepse kam nevojë për ty. Si duket Montreali? Bukur. Thuaj se e kam harruar që kam qenë në luftë. Këta studentët që takuam ishin të papar, apo jo? Njësoj si ne, plot gjallëri, por pak të tërhequr. Si të qoftë, unë nuk marr vesh shumë nga gjërat frymërore. E ke fjalën për teknikat e meditimit? Mase kjo është arsye pse më pëlqenin na shumë i artët. Ata dinin të përshtateshin me mjedisin e tyre. Prap, unë nuk mendoj se do t'i gjejmë të gjitha përgjigjet e feja. Do ta vazhdosh shkollën e lartë? Unë? Po ti harrove që unë e larg shkollën për të shkuar në ushtri edhe që ende nuk e kam përfunduar shërbimin tim. Më kanë mbetur edhe 2 vjet. Dgjoj, ne i kemi shërbyer vendit ton tashmë, ndaj duhet na lënë të lirë. Ku kërkove të shërbesh kur të nxorën nga spitali? Në Hawaii. Po ti? Në Vietnam. Në fakt më caktuan të shërbeja në Massachusetts, me grupin e 10 të forcave speciale dhe më kërkuan të merrja me vete rrobat e dimrit. Ne do të shkonim në Alaskë për një shërbim 3 mujor, por unë nuk isha gati për këtë. Kështu që shkova disa ditë në Boston. Më pas paraqita një raport në farmacinë e spitalit ku një mjek që kisha njohur në Vietnam i kuptoi problemet e mia që ishin pasojë e luftës në Vietnam. Me ndihmën e një mjeku tjetër, detyrat e mia u reduktuan dhe u bëra asistent dentar. Nuk pranova të më prisnin flokët. Nuk mora pjesë në formacion dhe nuk e paraqita raportin e shërbimit tim. Por mbikëqyrësi im më mbuloi. Rreshter Bikers. Geri, ç'kemi? Si je? Oh, si gjithmonë. Oficeri i shtabit ose do të më qortoj ose do të më jap një medalë ari. Më tha që të rregulloj pamjen e jashtme, edhe të sillem siç i ka hije një ushtari sepse do të më bëj pjesë të skalionit të 6. Dhe ti u hodhën qaf aty apo jo? Jo, i thash që dua ta ndërpres shërbimin tim. Edhe u përpoqja që ta bëja këtë. Përsa nuk i shkruan përfaqësuesit tënd? I shkrova dhe i tregova se doja të largohesha dhe të vazhdoja shkollën e lartë për të studiuar mjeksi. Pranoj. Pranoj që ç'ke me të? Do të largohem muajin që vjen. 4 ditë pasi u largova fillova shkollën e lartë. Isha ngushtë nga ana financiare ndaj jetova në kamionçinën time derisa u shpërngula në një shtëpi të vjetër ferme, bashkë me disa veteranë të tjerë. Mendoja se eksperienca ime si mjek do të më ndihmonte të gjeja punë në sallën e urgjencës në një spital që ndodhej aty pranë. Edhe kështu ndodhi. Gjeta punë, por jo si mjek. Si pastrues dyshamesh. Me kalimin e kohës mbyllesha më shumë në vetvete, megjithëse shokët e shtëpisë përpiqeshin të më afronin. Unë mbaja ditare dhe në një faqe kisha shkruar: u bën 33 ditë që nga buzët e mia nuk ka dalë një fjalë që të hyjë në veshin, mendjen edhe zemrën e dikujt. Për të qëndruar larg shoqërisë së miqve të mi, unë rrija në kamionçin duke u larguar nga ferma për ditë të tëra. Nuk doja që ata të më njihnin nga afër. Po të më njihnin, mendoja se do të më urrenin. E kisha parë zemrën e njerëzit. Kisha parë edhe zemrën time dhe nuk doja që dikush të më afrojë. Njerëku im vazhdonte të bënte 3 punë, por një ditë nëna më telefonoi për të më thënë se ai kishte pësuar infarkt. Kështu që e lash pas dore jetën time për të qenë me të në spital. Shumë shpejt mjekët zbuluan se ai kishte kancer në shtyllën kurrizore. Unë ulesha çdo ditë pranë tij, por brenda një kohe të shkurtër ai ndroi jetë. Droga nuk ma lehtësonte dhimbjen, por prap tek ajo e kërkoja paqen. Më pas një grup studentësh më vërsulën dhe më sulmuan. Shkemi vrasës! Vrasës fëmijësh! Po, vrasës fëmijësh! Ti je një vrasës! Isha aq i zemëruar sa kisha frikë se po të kthehesha pas do të vrisja ndonjërin prej tyre. Kështu që vazhdova të ecja. Hipa në kamionçin dhe e la shkollën e lartë për të dytën herë. Kisha nevojë për ndihmë dhe për drejtim frymëror. Dhe u kujtova për bashkëshortin e kushurirës sime, Bakun, i cili kishte bërë një rrugë të gjatë për të më takuar para se të nisesha për në Vietnam.
Ata ishin shpërngulur në bregun jugor të Massachusetts. Ndaj udhtova në fermën e tyre dhe qëndrova me të në fundjavë. Çfarë planesh ke tani, Geri? Nuk kam asnjë plan, Bak. Si thua sikur të qëndrosh këtu edhe të më ndihmosh me fermën? Do të më nevojitë ndihma jote edhe në tregun e mallrave të përdorura gjatë fundjavave. Pse jo? Mund të qëndroj. Janet do të gëzohet shumë kur ta dëgjoj këtë. Ajo ka kohë që lutet për ty. Është lutur që kur ti re nga dritarja e katit të dytë të një dyqani kur ishe 2 vjeç. Baku kishte një zakon të çuditshëm dhe çdo 2 orë linte punën për të bërë një pushim për fjalët. E linte për gjysmë çfarë do lloj gjëje që të ishte duke bërë. Nxirrte një libër të vogël edhe e lexonte. Kështu që e mora dhe unë një libër që ta lexoja gjatë atyre pushimeve të shkurtra. Geri, çfarë po lexon? Ditaret e Toreut. Të pëlqen filozofia e tij? Po, më pëlqen. Ai tregon se si të jetosh një jetë të drejtë. Dëgjoje pak këtë. Ji i sinqert me punën, me fjalët edhe me miqt. Është këshill e mirë. Jardët e pëlqenin këtë gjë. Ata punonin shumë, e mbanin fjalën edhe ishin besnik deri në vdekje. Ti adhuron ata njerëz apo jo? Ashtu është. Do doja shumë të kthehesha pas edhe të jetoja me ta. Shokët e mi vendas më mbajtën në krah, edhe më lëvizën në mënyrë që t'u jepnim ndihmën e shpejtë të plagosurve. Vazhdimisht më thoshin, doktor, do të qëndrojmë të bashkuar. Sa njerëz të përkushtuar. E përse qëndruan me mua? Ata vu në rrezik jetën e tyre, ha? Gjërat e tmerrshme që ushtarët bëjnë në betejë më kanë bërë të mendoj. Ku është Perëndia në gjithë këtë bak? E di, Geri, disa nga gjërat që ti ke mësuar për jetën, për nevojën e kujdesjes për njëri tjetrin, Jezusi i përmendi dhe u amëson të tjerëve. Unë nuk e dija që Zoti ishte i vërtet deri në momentin kur bëra lëndën e filozofisë. Ai është i vërtet, dhe të gjesh Perëndinë është e lehtë. Libri që unë po lexoj është Dhjata e re. Geri, a ka rëndësi për ty miqësia jonë? Sigurisht që po. Ti je miku më i mirë që kam. Atëherë më bëj një nder dhe lexoj unë gjejt. Atje do të mësosh shumë për Jezusin. Unë fillova ta lexoja Dhjatën e re, sepse doja të dija më tepër për Jezusin edhe për gjërat që ai mësoi. Asnjëherë nuk isha lexuar një libër të tillë më parë, që ta përshkruante me fjalë ankthin që u ndjeja, dhimbjen edhe mallin. Në Bibël gjeta përgjigjet e pyetjeve që kisha pasur që në Vietnam. Kur më rrita te Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, kuptova që Jezusi ishte ajo prani që kisha ndier kur isha lutur në spital. Zemra juaj mos u tondit. Besoni në Perëndi edhe besoni në mua. Unë jam udha e vërteta edhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të japi jetën e vet për miqtë e tij. Unë ju kam quajtur miqtë e mi. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve edhe ju caktova të shkoni edhe të jepni frut. Në orën 2 të mëngjesit, më 2 korrik të vitit 1972, ndërsa Baku po flinte në mikrobusin e kampimit që e përdornim në tregun e mallrave të përdorura, unë u gjunjëzova edhe u pendova për mëkatet e mia. I kërkova Jezusit të bëhej shpëtimtari dhe Zoti im. Baku u gëzua tej mase kur i tregova mëngjesin tjetër. Lavdi Perëndis. Faleminderit Jezus. Perëndia më ka falur, Bak. Unë ta ndjej, jam i sigurt për këtë. E di. Më e rëndësishme është që edhe fjala e tij këtë thot. Dhe bashkë me të, Perëndia ju dha jetë ju që ishit të vdekur në mëkate, duke ju falur të gjitha mëkatet. Ti je i larë me gjakun e Jezusit. Tani e di që Perëndia ishte me mua në Vietnam. Ai ka qenë gjithnjë pranë meje. Është e vërtet. Bibla thot që ai na zgjodhi para themelimit të botës dhe asnjëherë nuk do të na braktis. Kam plot gjëra për të mësuar. Ai vetë do të ndihmojë ndërsa lexon fjalën e tij, Geri. Mësoj vargjet përmendesh. Në këtë mënyrë mund të meditosh rreth tyre. Fillo me këtë. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha u bën të reja. Baku më zhyti në fjalë, edhe në shërbesin e tij duke më disiplinuar.
Ai më mori në studimin biblik që drejtonte në konferencat ku fliste. Gjithashtu më udhëzonte teksa ndaja fletushka ungjillizimi dhe flisja në tregun e mallrave të përdorura. Vazhdoja të luftoja me makthet, me gjërat që i kisha bërë. Në fund vendosa të shkoja në Florida me një makinë të rastit që të takoja baban tim. Më thuaj, si mund të ndihmoj? E vërteta është që doja të ndryshoja ambient edhe ta merreja pak veten. Të kuptoj. Dua të vish në qytet me mua që të takosh të gjithë. Tani jam bërë sherifi kontes. Oh, urime babi. Eja të prezantoj ti me shoqe. Ajo është shumë e veçantë. Pasi më shëtiti në qytet, duke më prezantuar para të tjerëve me krenari, ai më çoi në një dhomë të vogël. Më uli dhe nxori një sanduk. Geri, unë kam qenë një bashkëshort i keq për nënën tënde, por gjithmonë të kam dashur birë. Përse nuk më ke thënë asgjë, baba? Sepse gjërat midis meje dhe të afërmeve të tjerë nuk shkonin mirë. E dija që tezet dhe dajat e tu të donin dhe e do të kërkonin. Kështu që mendova se gjë e bëjë mirë që mund të bëja, ishte të qëndroja jashtë jetës tënde. Po të afërmit e mi më dërgonin artikuj dhe fotografi të tuat në gazetë. Shiko. Futbollisti i shkollës së mesme? Po kjo ka qenë shumë kohë më parë. Por sa herë që ishte ditëlindja jote ose krishtlindja, unë shkruaja kartolina dhe i vendosja në këtë sanduk me shpresën se një ditë do të shija zërish. Më preke, babi. I me shoqja më drejtoj te Jezus Krishti. Tani unë jam i krishterë, birë. Vërtet? Edhe unë jam i krishterë. E dua Zotin edhe po kërkoj të ndjek udhën që ai ka për mua. Lavdi Perëndis. Ne jemi lutur për ty, birë. Pas asaj bisede, ne kaluam një kohë të mrekullueshme së bashku. Gjithashtu kalova ditë të tëra duke shëtitur dhe duke u lutur në plazh. Perëndi, çfarë dëshiron që të bëj? Unë dua shumë që të filloj shkollën e mjekësisë. Mund të shërbej si mjek, mund të kthehem në Vietnam edhe të shërbej me punën time. Alo? Ç'kemi bak? Jam Geri. Geri, si je? Si po të shkojnë gjërat në Florida? Për mrekulli. I matë shpëtuar edhe po rikuperojmë 20 vite të humbura. Kjo është mahnitse. U bën 2 muaj tashmë që je larguar. Kur do të kthehesh? Në fakt kam qenë duke u lutur se çfarë duhet të bëj dhe mendoj se Perëndia ma ka dhënë përgjigjen e tij. Dhe cila është? Do të vazhdoj shkollën biblike. Shumë mirë do të bësh. Dua të jap Perëndis çdo gjë që kam. Të bëj gjithçka që ai kërkon prej meje. Dua vetëm t'i shërbej atij. Ai do të bekoj për këtë, Geri. Nuk kam ndonjë plan afatgjat bak. Ndaj do të hedh hapa të ngadalt edhe më pas të shohim. Kështu ka qenë ecja ime me Perëndin. Gjithnjë e kam ditur se cili ka qenë hapi tjetër që duhet të hidhja. Gjeni jashtëzakonisht shumë gëzim dhe besim kur bën atë që Perëndia kërkon. Në shtator të vitit 1973, fillova shkollën biblike në Lancaster të New Hampshire. Më pëlqente shumë të ndaja vargje nga Bibla me studentë të tjerë, por kur ata donin të më afroheshin, të më njihnin, nuk duroja dot. Kështu që dilja jashtë qytetit edhe ja mbathja në pyje. Unë gjeta një ujvar edhe një vend të qetë ku bisedoja me Perëndin ndërsa shkruaja ditarin tim. Ditë pas dite shkoja në pyll pas mësimit. Unë flija në shpella ose në tenda të vogla. Studentëve dhe profesorëve ju dukesha i çuditshëm, por nuk doja t'ja dija. Thuaj se 2 javë pasi fillova shkollën biblike, në kutinë time postare gjeta një letër që thoshte se në orën 6 të pasdites duhet të isha në konvikt për të marrë një telefonat. Kur telefoni ra, unë isha atje. Po flas me Geri Bajkish, djaloshin që shërbeu me grupin e 5 të forcave speciale në Vietnam? Po, unë jam. Kemi kohë që të kërkojmë, Geri. Është privilegj për mua të them se je i zgjedhur për të marrë medaljen e arit për punën tënde në Vietnam. Po pse unë? Çfarë kam bërë për të marrë medaljen e arit? Rester Bajkish, je ende në linjë? Po, këtu jam. Do të vish në Washington për të marrë dekorimin nga presidenti? Po, do të vi. Pas disa ditësh do dërgojmë një oficer që të vitë të marrë. Për trimrinë e tij të spikatur, mbi të gjitha duke rrezikuar jetën dhe duke shkuar përtej thirrjes për të shërbyer, Rështer Bajkish u bë i famshëm gjatë mbrojtjes në kampin Dak Sieng.
Duke qenë plotësisht indiferent ndaj sigurisë së tij personale, ai lëvizi pa hezituar mes të shtënave të pafundme të armikut, për t'ju afruar shokëve të tij bashkëpunëtor. Mjekoi plagët e tyre dhe i ndihmoi për t'i çuar në qendrën e shpëtimit. Nëna, vëllai dhe halla ime erdhën në ceremoni. Më pas u ktheva në shkollë, duke e vendosur medalje në çantën e shpinës mes medaljeve të tjera dhe kujtimeve të Vietnamit. Një vit më vonë më erdhi një letër tjetër e shkruar me shkrim dore nga një vajzë që quhej Lola. Unë të kam parë në qytet, por ti nuk ndalon të flasësh me askënd. Thjesht dua të dish që ta admiroj. Më pëlqen kamionçina jote e kuqe. Ngjyra e kuqe është e këndshme, përcjell gëzim. Kam dëgjuar se ndjek shkollën biblike, por kamionçina dhe flokët e gjatë nuk I shkojnë për shtat një pastori. Në javën e vazhdim ajo më dërgonte çdo ditë nga një shënim dhe fillova t'i prisja me padurim letrat, megjithëse nuk e dija se cila ishte kjo vajzë. Ajo më dërgoi një fotografi dhe kjo gjë më intrigoi edhe më tepër. Një të diel e pashtë ulur në fund të kishës dhe unë po drejtoja adhurimin. Por kur shërbesa përfundoi, ajo kishte ikur. Një ditë e pash në një lavanderi. Përshëndetje. Pra, ti e Lola. Po, unë jam. Dhe ti e Geri. Shpresoj mos të ke mërzitur me letrat e mia. Oh, as pak. Vjen shpesh këtu? Jo, po ti? Vi sepse në apartamentin tim nuk ka lavatriçe. Geri, ke të dashur? Jo, po ti? Unë kam vetëm disa shok me të cilët shkoj në fest, por kaq. Më pëlqen kur marr letrat e tua dhe lexoj të gjitha gjërat që ti bën. Në këtë qytet nuk ka shumë gjëra për të bërë. Po në pyet del ndonjëherë për shëtitje? Me këtë kohë? Jo, nëse nuk jam e detyruar. Atëherë duhet të vish në një ditë me mua për të ngjitur malin. Mbase kur të ngrohet koha, dëshiron të ngjitesh lart në apartamentin tim? Më mirë jo, por do doja të të takoja sërish. Lola nuk ishte e krishterë, por më vonë atë muaj kur unë isha në shtëpi për pushimet e Krishtlindjes, ajo shkoi në kishë mbrëmjen e vitit të ri dhe jo në fest. Atje pranoi Krishtin si shpëtimtar. Kur u ktheva, e kuptova menjëherë që diçka kishte ndryshuar tek ajo. Një mbrëmje e ftova që të darkonim së bashku. Unë e pyeta nëse donte një koktejl me karkaleca deti dhe ajo më tha, nuk mendoj se duhet të pi. Pikërisht atëherë rashtë në dashuri me ta. Disa ditë më vonë po e kundroja teksa po lante dyshemen e kuzhinës. Më pëlqen të të shoh duke punuar. Më thuaj nëse lë pa larë ndonjë pjesë të dyshemes. Të them unë. Kur mendon se është kohë e dur që të martohemi? Seriozisht e ke, Geri? Po Lola, shumë seriozisht e kam. Unë besoj se Perëndia të ka zgjedhur që ti jesh gruaja ime. Disa muaj pasi u takuam, unë dhe Lola u martuam në majën e një mali. Edhe ditën tjetër pas dasmës, u bë një shërbes pashke herët në mëngjes. Unë kisha planifikuar të shkoja misionar në Vietnam, por në vitin 1975, kur isha ende në shkollë, Vietnami ra. Kështu pasi përfundova shkollën biblike, u diplomova në sociologji dhe psikologji. Gjatë asaj kohe unë punoja në burgje dhe spitale veteranësh. Më pas punova me një agjenci vietnameze për veteranë. Si ja kalove sot, Geri? Përgjithsisht mirë. Çdo ditë marr po aq shërim sa edhe jap. Ose mbase më shumë. Jezusi tha, ka më shumë lumturi të japësh se sa të marrësh. Disa nga këta djem janë vërtet të lënduar dhe të zemëruar me mënyrën se si njerëzit I kanë trajtuar ata pasi I kanë shërbyer vendit tonë. Zemër, Jezusi është përgjigja. Po, ai është. Ai është shëruesi, princi I paqes. Nuk e dija që lufta vazhdon të ketë ndikim tek njerëzit dhe pasi mbaron. Për disa ajo nuk merr fund kurrë. Po lexoja sërish fjalimin që bën për ty, kur more medaljen e arit. Atje thuaj që pasi u plagose, tërhoqej një ushtar vietnamez për të çuar në bunkerin ku mjekoheshin të plagosurit. Dhe në të njëjtën kohë po I bëje frymarrje artificiale. Ajo betejë duket sikur nuk ka përfunduar. Por Perëndia e kishte një qëllim përse e lejoi që të ndodhte. Pasi përfundova ciklin e dytë të shkollës, ne u shpërngulëm në Maine për të punuar me bakun në shërbesën e tij. Ai po e kthente fermën e tij prej 121 hektarash në një qendër konferencash. Në atë kohë ne kishim një djalë dhe një vajzë. Unë dhe Lola blem një copë tokë prej 6 hektarash në një pyll, ku gjendej një kamp gjuetie. Ti e quan këtë një kamp gjuetie? Për mua është barak. Mua më ka pëlqyer gjithnjë të jetoja në një vend si ky.
Po këtu nuk ka as rrugë, as energji elektrike, as ujë të rrjedhshëm. Po ku do të lahem? Do të lahesh në rrugë. Seriozisht e keti? Të lahem me troftat? Kjo është shumë për mua, Geri. Zemër, jam i sigurt që ka për të pëlqyer këtu. Është një jetë e thjeshtë, larg zhurmës edhe njerëzve. Mirë. Do ta provoj sepse të dua. Për 2 vjet ne jetuam atje. Ndërkohë që ime shoqe po fitonte përvojë duke jetuar me një veteran lufte, i cili vazhdonte të luftonte me traumat e luftës. Unë përpoqja të bëhesha pastor, po kjo nuk ishte thirrja ime. Më pas nëna ime kaloi një paralizë dhe ne u kujdesëm për të. Në të njëjtën kohë mora diplomën e masterit për këshillim. Për 28 vjet kam shkuar atje ku Perëndia ka dashur, duke këshilluar student të shkollave të mesme. 2 vitet e fundit kam shërbyer gjithashtu si kapelan në shoqatën e kongresistëve që kanë marrë medaljen e nderit. Kur ne mbajmë një medalje nderi, e mbajmë për të gjithë ata që kanë shërbyer, për të gjithë ata që kanë sakrifikuar. Ne e mbajmë medaljen për të nderuar ata që vazhdojnë të shërbejnë, për të kaluar në një nivel më personal. Për mua, medalja e nderit është për Perëndin, për atë që ai është edhe për atë që ka bërë në jetën time. Ai lejoi që unë ta merrja këtë medalje me qëllim që të mund t'u tregoja të tjerëve për të dhe për sakrificën e tij. Unë e mbaj këtë medalje në nderim të tij. Në këtë është dashuria. Jo se ne kemi dashur Perëndin, por ai na ka dashur dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Është nder të quhesh biri i Perëndis. Dëgjuesi i dashur, a i ke falenderuar ndonjëherë Perëndin për sakrificën e tij? Ti mund ta bësh këtë nëse dëshiron, e mund të lutesh së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, faleminderit që dërgove Jezusin. Unë besoj se ai është biri yt. E besoj se ai vdiq për mëkatet e mia. E besoj që u ringjall nga vdekja që jeton në përjetësi. Pendohem për mëkatet e mia kundër teje. E dua të ndryshosh me fuqinë tënde, me qëllim që të mund të jetoj për ty. Faleminderit Jezus për sakrificën që bëre në mënyrë që unë të jetoja. Të lutem më shpëto. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Nëse edhe ju që na ndiqni në këtë moment, keni një përvojë të ndryshuese, ju ftoj të na shkruani. Adresa jonë është Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ndoqët programi me numër 372. Kjo ishte pjesa e dytë e dëshmisë së vërtetë të Geri Bajkirsh. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.